Melisa M, influencuesja shqiptare 22 vjeçare e njohur në rrjetet sociale, ka shkaktuar një valë reagimesh në botën e futbollit, pasi publikoi mesazhe nga disa prej emrave më të njohur të këtij sporti. Me mbi 6.5 milion ndjekës në Instagram dhe TikTok, si dhe një profil aktiv në OnlyFans, Melisa është mësuar me vëmendje, por zbulimet e fundit kanë vënë në siklet disa figura të mëdha të fushës së blertë. Në rrjetet sociale, Melisa zbuloi se ish kapiteni i Real Madridit dhe fituesi i topit të artë, Karim Benzema, si dhe yjet Vinicius Junior dhe Rafael Leao, e kanë kontaktuar në Instagram. Ajo theksoi se të tre futbollistët i kishin shkruar në privat, ndërkohë që dy të parët ndajnë një të kaluar të përbashkët të Real Madridi, një klub që Melisa e ka shprehur hapur se admiron. Sipas saj, Benzema ka qenë thjesht një qasje e tij, duke treguar vetëm një përshëndetje të shkurtër haj, pa ndonjë përpjekje të tjera për komunikim. Nga ana tjetër, Junior kishte shkuar më larg, duke ftuar në rezidencën e tij vitin e kaluar, ftesë që Melisa pretendon se e ka refuzuar. Ndër të tjerash, ajo theksoi se kishte parashikuar që braziliani do të fitonte topin e artë, megjithaste çmimi përfundimisht i shkoi mysufshorit të Manchester Cityt, Rodri, një vendim që u shoqërua me polemika. Komunikimi më i prerë sipas Melisas ka qenë ai me sulmuesin e Milanit, Rafael Leao. Ajo tregoi se futbollisti u zhgënjye pasi ajo e la mesazhin e tij të lexuar pa përgjigje. Në fund Melisa i ishte përgjigjur vetëm një herë, por kishte vendosur të mos vazhdonte më bisedën. Këto postime kanë nxitur debate në rrjetet sociale dhe në media, duke ndarë publikun mes atyre që e vlerësojnë për transparencë dhe atyre që kritikojnë ekspozimin e jetës private të të tjerëve. Në çdo rast, Melisa ka ditur sërish të dorëheqë vëmendje, këtë herë duke përfshirë emra nga elita botërore e futbollit.